Një përgjigje për mikun tim i cili është sa përshihet nga një familje që janë dashamirës të Ehli Bejtit, pra familjen e tarikateve. Thot kështu, respekte oj motër Iqbale, kam një pyetje nëse mund është të më përgjigjesh, nëna ime është me sheh, do me thënë është me tarikate. Dhe ky djali i saj pra pas ka filluar të fal namaz dhe më thot nëna ime që nuk ka qef t'i dëgjoj hoxhallarët kur flasin. I nderuar vëlla, nëna jote është edukuar në frymën islame nga islami burimor i Ehli Bejtit, sepse tarikatët në Kosovë dhe në tërë botën ato e pasojnë Ehli Bejtin, pra familjen e pejgamberit. Nëna jote ka shumë njohuri se si e kanë sakrifikuar, si e kanë flijuar Ehli Bejtin mu ata persona të cilët në të njëjtën kohë edhe kanë falë namaz. Rasti Jezidit edhe ka falë namaz, edhe ka qenë halife, mbretja saj kohës, edhe e ka mbyt, e ka masakru në Qerbela Imam Huseinin. Prandaj nëna jote ka frigën se ti mos po ekstremizohesh duke i dëgju ato ligjeratat dhe mos po e harron edukatën dhe arsimimin që ta ka dhënë kultura e nanës tënde dhe e tarikateve të cilët e admirojnë Ehli Bejtin dhe mundohen që ta pasojnë Ehli Bejtin. Prandaj, unë të preferoj, ti je i rritur, ti je i vetëdijshëm, më mirë është të lexosh Kur'an dhe të dëgjosh ligjerata, nëse nuk ke mundësi të vetë të studiosh, të dëgjosh ligjerata që i përkasin Ehli Bejtit. Prandaj unë të thras në kanalin tim në YouTube Iqbale Huduti, ku aty e shtypni në playlist, butonin playlist dhe shkoni te Ehli Bejti. Gjithashtu dhe aty do ta kuptoni nënën tënde më mirë pse ajo ka thënë që mos t'i dëgjojnë hoxhallarët kur flasin. Ndërka sa i përket namazit të përuroj, sepse Ehli Bejti është edhe i tarikateve, edhe i sunive, edhe i shijave, edhe i të gjithve. Prandaj edhe për namazin të preferoj shkoni te kanali im në YouTube Iqbal Huduti dhe aty e keni shtypni butonin playlist dhe shkoni te namazet. Pasi veç je prej familjes që e duan Ehli Bejtin, atëherë unë të preferoj në dashuri vëlla apo motër, po e shoh tash me kë emrin aty që është i shkruar nalt, të preferoj që ta falësh namazin mu si që ka falur profeti Muhammed dhe familja e tij Ehli Bejti. Fala nënës që qenë ka dashamire Ehli Bejtit dhe mos u brengo sepse Allahu i udhëzon ata të cilët e dëgjojnë fjalën e tij. Ndërka që djali juaj është duke vepruar mirë, është kthyer në namaz, mirë po kur se si Ehli Bejtin nuk do ta largojnë nga zemra, sepse ti e nderuara nën ja ke mbjell në shpirt. Prandaj ke frikë se mos po largohet nga Ehli Bejti dhe mos po të ekstremizohet që mund të jetë edhe kjo gjendje për fat të keq, por ja që urime edhe një herë që djali juaj edhe do në Ehli Bejtin, edhe ka filluar ta kryej namazin, t'i kryej obligimet pak më mirë dhe më shumë se sa herëve tjera. Mos harroni follow like.